Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, një ndër themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qëndroi në Glloxhan për të bërë homazhet e varri i heroit të kombit Luan Haradinaj. Ali Ahmeti shihet duke përqafuar ngrohtësisht edhe nënën Ruk, e cila sot ka edhe ditëlindjen. Pas homazheve në kompleksin memorial të dëshmorëve të zonës operative të Dugagjinit në Glloxhan, Ahmeti u prit në kullën e Haradinajve. Në postimin e plot në Facebook, Ali Ahmeti shkruan: me rastin e përvjetorit të rënjes së heroit të kombit Luan Haradinaj, sot së bashku me bashkëluftëtar dhe përfaqësues institucional në Deçan dhe në kompleksin memorial të dëshmorëve të zonës operative të Dugagjinit në Glloxhan, bëm homazhe në nderim të jetës dhe veprës së tij dhe të gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës. Luan Haradinaj së bashku me vëllezërit e tij dhe mijëra luftëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbetet simboli i qëndresës, guximit dhe sakrificës për atë dheun. Nderimi për dëshmorët është dhe do të mbetet detyrimi përhershëm moral dhe kombëtar, lavdi e përjetshme, shkruan Ahmeti.